Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka çuar çështjen e tij në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut duke paditur shtetin shqiptar për kontrollin e ushtruar në banesën e tij dhe të bashkëtueses Eriola Hoxha, si edhe në celularin e kësaj të fundit. Kontrolli ishte kthyer me vendim të Gjykatës së Posaçme Antikorrupsion në mars të vitit të mëparshëm dhe lidhej me hetim për aferën e inceneratorëve. Sipas padis, ushtrimi i këtyre kontrolleve është në shkelje të imunitetit të Ahmetajt si deputet dhe duaj autorizuar nga Kuvendi. Mbrojtja ligjore citon nenin 73.2 të Kushtetutës dhe prezanton precedent të gjyqësive të mëparshme dhe kanë trajtuar raste të ngjashme. Ahmetaj kërkon që provat e siguruara nga kontrollet të mos përdoren si element të vlefshëm në procedime. Hetimet paraprake të SPAK-ut për inceneratorin kishin sjell urdhërimin dhe kontrolle edhe në vilën e ish bashkëshortes së Ahmetaj, Albina Mançka, ku sekuestrua një aparat celular si provë materiale. Padia e dërguar Strasburgut kërkon që qeveria shqiptare të paraqes jurisprudencën përkatëse dhe shembuj të rasteve të ngjashme duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të deputetëve gjatë hetimeve.